أكبر الله أكبر لا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Kur ti drejtohesh fale namazin vllai dashur, thot puna s'po më lejon, shefi s'po më lejon, s'm pelon punën se bash çatere po kam mishteri. E Allahu subhanahu wa taala ka tregu se puna e cila veprohet në kohën e ibadetit, puna e cila të ban që ta lash namazin, puna e cila të largon prej dhikrit Allahu subhanahu wa taala, ajo pun është ibadet i shejtanit dhe Allahu nuk e ka konsideru pun. E nëse don këtë punën tane, nëse don ti gjersën tane me shëndru një ibadet, nëse don ti fmit e tu, nëse don ti barkin tan me ushqe me halal, duhet që hakin e Allahu t'ja jipsh, hakin e Allahu t'ja jipsh dhe mos ta banjsh punën që depërton zemër, për arsye se sot kur i thoj muslimanëve mbille dyqanin se në këtë kohë Allahu ka ndalu me shit, tash e kije për borç më ju lut Allahu tan, tash e kije për borç nëse në mshelin këtë kohë, ani vllai dashur, masi se në mshel ma e qel, edhe fita një vet, edhe fiton ditën vet, e vllai dashur të përgëzoj se priten tratin vet, ka me t'arë një bela, që ka me t'ingron kejt qatë fitimin që e ki fitu, edhe bile borç ki e me hi, për çka? Se hakin e Allahu tan e ke harru se ajt ka kriju, e ke harru se ajt ka ftëzu, e ke harru se kejt mirët Allahu ti ka nënshtru, e ti Allahu tan e ke harru. Nëse vllash pëtim do jeto si musliman, dash gjenet për me po, la ilaha illallah, dash gjenet për me po, la ilaha illallah. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Ai cili e hum namazin, i jep fund islamit, mos i ban qef vetës tane, vallahi billahi tallahi, i posedoj argumente jo me qindra me mia, që ai qele namazin nuk është musliman, mos dil ditën e gjikimit me thonë, ka thonë halani dhe falani, për arsye se Allahu ka fol këto, pejgamberi thosën ka folen, ka tregu dhe mos unis me shku në ahiret pa namaz, se Allahu në rujt, ndoshta dhe agjerimi jotë sa i pranum, edhe haji që e ki bot 30 herhat, nuk është i pranum, dhe sadakaja nuk është e pranum, për derisa të bajsh namaz. أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام. Për është pyetja të namazit. Nga ne këne të ashabët e pejgamberit, të Ebu Bekri, të Umeri, të Osmani, të Alija, të Ebu Dherri, të Ebu Musabi, të Bilal Habeshia, të Suhejb Rumi, të ashabët, të 150.000 sahabët kohës pejgamberit, ai që e kalon namazin, ai ka qenë kafir. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.